Jeton Cini prej 30 vitesh me pikturën, risia e tij, sfondi në një cikël për udhëtimin e Iliri me figurat e antikitetit, mbretit i lirë, sipas historisë, duke shprehur artin pamor. Përfshirja e mbretit, princit i lirë, figurat e njohura Dea, Artemisa, Apolloni, mitologjia. Fillimi i kësaj është Genti te Uta, kurse duke mbaruar është Redoni, perëndia e detrave, djaloshi luftarak. Strukturat e gjetur dhe të transformuar në artin pamor në pikturë, 15 të tilla në këtë projekt. Pikturat e tij të mbajtura në studio dhe në shtëpi, marrja pjesë në 6 ekspozita dhe panaire. Njëra e realizuar tek Piramida, kurse e fundit tek galeria e tij. Ekspozita e radhës në Bruksel në datë 24 korrik dhe një tjetër në galerinë e tij në Tiranë. Shitje, porosi, puna non-stop dhe në gjendje tani rreth 100 piktura. Unë i këshilloj të rinj, sidomos që vazhdojnë të punojnë sepse arti është një mision në vetvete dhe mision për gjithë njerëzimin. Nëpërmjet artit njeriu fiton shumë gjëra të cilat në jetën e zakonshme nuk janë, por arti i pasuron. I pasuron shpirtërisht, i pasuron mendërisht dhe i bën që të përçojnë ose të sjellin ide si të kaluarës, si të tashme, të ardhmes që do të vi, domethënë, në perspektim të kohës që është tani. Prandaj gjithmonë i këshilloj sidomos të rinj të vazhdojnë të merren me art. Domethënë, si piktura, si muzika, është një gjë e cila e kthjellon njeriu dhe e mbush me pasion. Shqiptarët nuk shkojnë mbas kulturës piktoreske, nuk e kanë të ngjitur në vetvete. Të huajt, sidomos francezët, janë më shumë të dhënë mbas saj. Sot, çdo gjë është me pagesë, është private, investimi në çdo gjë e bën më të vështirë fitimin. Komunizmi suportonte shtëpitë e pionerëve, galeritë ishin pa lek, paguante shteti për lekët e krijimtarisë. Shteti i jepte falas, studio piktorëve ose skulptorëve. Në krahun e djathtë e Komuna Parisit kanë qenë studiot e skulptorëve katërkatëshe. Kishte vërtet një stimull të artistëve. Nuk varet nga mallësia, ajo varet nga ana artistike, si është realizuar, nga tematika e tjera, por në përgjithësi një pikturë e mirë nuk vlerësohet nga mallësia, por vlerësohet nga profesionalizmi që është përdorur në atë vepër, në atë punë. Sigurisht që ka dhe kritik që e vlerësojnë në tepër, por unë për shumë për veten time mendoj se për të bërë një vepër, pikturë, duhet t'i japësh maksimumin atë që ndjen dhe atë që jep. Si e vendos për caktuar dhe për të filluar një pikturë? Sigurisht që në fillim krijohet një mendim ose krijohet një muzë, dhe pastaj ajo fillon normalisht hidhet në telajo dhe pastaj është një diçka që edhe mund të ndryshojë gjatë punimit, por në përgjithësi ideja konceptohet në fillim. Dhe pastaj realizohet në telajo.